kodrës mas këtu gjenë në dhe. Zuar dhe një vit i marë. Jemi këtu në një ndër eventet më të rëndësishme të kësaj zone, sepse është një ndër zonat më, si me thënë, që i kushton më shumë rëndësi gjelit detit, dhe si që shikoni këtu jemi në një situatë këtë pozitive, por mendoj se gjithë institucionet bashkia, Ministria e Bujqësisë, të gjithë duhet të bëjnë më shumë në drejtim të fermerëve, jo vetëm për gjelin e detit, por për gjithçka mundemi, që zona Zadërimi si një ndër zonat më të spikatura në fushën e agrokulturës dhe të kultivimit të gjelit detit të jetë në mbështetur dhe të jetë gjithmonë në fokusin e projekteve të qeverisë. Unë pikërisht për këtë kam marrë pjesë jo një herë, por disa herë në këto panajire dhe për t'i inkuraju, për të qenë edhe pjesë e kësaj, për të pasë çfarë mendojnë fermerët, për të bashkëbiseduar me to, po në fund fundit edhe për të festuar dhe për të shijuar edhe gatimet tradicionale që në fakt Zadërimi tashmë është ndërkombëtarizuar me ato që ka bën. Nuk është më një histori lokale, po është një histori që atë produktin lokal e ka ndërkombëtarizuar dhe ne jemi shumë krenarë për këtë. Mendoj se do të bëjmë më shumë. Organizimi është shumë frydhënës dhe duhet t'i japim diçka që gjeli detit, mos mes vetëm rajonit Zadërimit, por t'i japim edhe pak më përtej, se realisht ka cilësinë e duhur, standardin e ushqimit edhe gjitha gjanat që ka ashtu. Ne si kuzhiniera dhe si pjesë e restoranteve agroturizmeve, kena hapin e kryesor që du ta promovojmë për gjithë Shqipërinë. Kjo zonë e ka traditë për gjelin e detit. Është një nga shpend më të mirë, më të shijshëm, rritet me bio. Sfida i ka vështirësitë e veta, por ja kemi dalë, nga që tregu po shkon mirë boll, po shkon si treg dhe ja kemi dalë. Gjeli i detit në vërtet është shumë i vështirë më rrit, por